Jeni me lajmet qendrore në Tribuna Channel. Me ju sonte Jehona Bajrami Gashi. Mirëmbrëma të nderuar shikues, ky është edicioni më i ri informativ në Tribuna Channel. Fillimisht shohim bashkë titujt kryesor të këtij edicioni. Publikohet raporti i progresit, Kosova shënon përparim mbeten kushtet për liberalizim të vizave. Përmbytje nga shiu, rreshjet e shumta kanë paralizuar qarkullimin në disa rajone të Kosovës. Kryeministri Mustafa thotë se zbatimi MSA-s i paraprin antarësimit në BE. Pas një gare të fortë, Donald Trump triumfon në garën për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kosova ka bërë përparime drejt liberalizimit të vizave, por ende duhet punë në përmbushjen e dy kushteve kryesore për liberalizimin e vizave, siç është ajo për ratifikimin e demarkacionit dhe luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Kjo u nxjerr nga raporti i progresit për Kosovën. Shefja zyrës së BE-s në Kosovë, Natalia Apostolova, foli dhe për veteranët pas prezantimit të raportit nga komisioneri i BE-s Johannes Hahn. Komisioni Evropian ka publikuar raportin për Kosovën që ndryshe njihet edhe si raporti progresit. Me këtë rast, komisioneri për politikën e eficiencisë të negociata për zgjerim Johannes Hahn në një konferencë për media tha se Kosova ka bërë hapa të mirë për përmbushjen e kritereve për liberalizimin e vizave, por sipas tij koha që të përmbushen është edhe kriteret e mbetura. Në Kosovë duhet të tejkalohet tensionimi politik, duhet të forcohet shteti ligjor dhe demokratik, si dhe duhet të ratifikohet marrëveshja për demarkacionin me Malin e Zi, pasi që dihet se kjo ka qenë edhe kusht kryesor për liberalizimin e vizave. Shefja zyrës së BE-s në Kosovë, Natalia Apostolova, pas publikimit të raportit të progresit për Kosovën, tha se Kosova ka edhe dy obligime kryesore për të arritur tek çështja finale e liberalizimit të vizave, si dhe gjithçka varet nga kthimi në normalitet, pozitë dhe opozitë. Ju e dini se çështja primare apo kushti i parë për liberalizimin e vizave ka qenë ratifikimi i demarkacionit me Malin e Zi dhe fqinësi e mirë me këtë shtet. Ndërsa sa i përket luftimit të korrupsionit dhe krimit të organizuar, Kosova ka përparuar, por ka ende punë për të bërë. Apostolova shpreh shqetësimin e BE-s dhe bashkisë ndërkombëtare për numrin e madh të veteranëve, duke thënë se qeveria për këtë çështje duhet të ofrojë zgjidhje. Çështja e veteranëve të luftës është brengose si për BE-n, ashtu dhe për bashkësinë ndërkombëtare. Ju mund ta dini se BE-ja ka një pako bujare për Kosovën, por kjo pako e ndihmës e cila vlen vetëm një vit e gjysmë shkon në mbështetje prej 25 milion euro dhe është e kurzuar me marrëveshjen stand-by. FMN-s duhet të arrihet me Kosovën dhe kjo pikërisht është ndaluar apo duke rishikuar pikërisht për skemen e veteranëve të luftës. Qeveria duhet të ofrojë apo propozojë opsione se si do duhet të zgjidhet kjo çështje, sepse shuma që është për këtë grup krahasuar me shpenzimet e tjera buxhetore nuk është e argumentueshme, të paktën për FMN-n. Në tutje në raportin për vitin 2016, thuhet se Kosova nuk ka bërë asnjë përparim në arsim, e cila ndikon edhe në cilësinë e kuadrave të reja. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se Bashkimi Evropian në mungesë të unitetit për brenda ka dështuar dhe po vazhdon të dështojë në trajtimin e Kosovës në mënyrë të barabartë me shtetet e tjera që aspirojnë integrimin evropian. Pas publikimit të raportit të progresit për Kosovën, Thaçi ka thënë se nuk do të pranojë që qytetarët e Kosovës të trajtohen si të pabarabartë. Natyrisht se ky ratifikim Raporti i progresit për Kosovën i bërë publik sot nga zyra e BE-s ka ngjallur reagimin e presidentit Hashim Thaçi. I pari shtetit ka drejtuar kritika ndaj Bashkimit Evropian, duke thënë se brenda kësaj bashkie nuk ka unitet, për çka edhe Kosova vazhdon të trajtohet në mënyrë të pabarabartë në raport me vendet e tjera të Ballkanit perëndimor. Thaçi ka thënë se nuk do të pranojnë që qytetarët e Kosovës të trajtohen në mënyrë të tillë.
Fatkeqësisht BE-ja në mungesë të unitetit për brenda ka dështuar dhe po vazhdon të dështojë në trajtimin e Kosovës në mënyrë të barabartë me shtetet e tjera që aspirojnë antarësimin në BE. Si pasojë e kësaj qasje, Kosova vazhdon të mbetet vendi vetëm i izoluar në Ballkanin perëndimor dhe perspektiva e antarësimit në BE mbetet tepër e paqartë, ka shkruar Thaçi në Facebook. Ai ka shtuar se përkundër këtij fakti të hidhur, qytetarët e Kosovës nuk kanë asnjë dilemë për sa i përket jetësimit të vizionit të tyre për antarësimin në BE. Raporti i progresit i është dorëzuar gjatë ditës kryeministrit Isa Mustafa nga shefja e zyres së BE-s, njëherësh përfaqësuese speciale e BE-s në Kosovë, Natalia Apostolova. Mustafa ka shprehur përkushtimin e qeverisë së Kosovës për vazhdimin e reformave të gjithanshme, zhvillimit ekonomik, fuqizimin e shtetit të së drejtës dhe luftimin e dukurive negative. Apostolova i ka dorëzuar raportin edhe kryetarit të kuvendit Kadri Veselit. Veseli tha se Kosova ka vetëm një perspektivë e ajo është Bashkimi Evropian. Sipas tij, edhe pengesat që janë caktuar në këtë raport do të përmirësohen. Veseli tha se çdo vërejtje në këtë raport do të merret seriozisht, ndërsa premtoi se qytetarët e Kosovës shumë shpejt do të marrin liberalizimin e vizave. Raporti i progresit për të gjitha vendet e Ballkanit është publikuar sot nga Komisioni Evropian. Nënkryetaria e Parlamentit Evropian dhe raportuesja për Kosovën Ulrike Lunacek të njëjtën do të qëndrojnë në Kosovë. Vizita e Lunacek në Prishtinë vjen pas publikimit të raportit të progresit për Kosovën nga Komisioni Evropian. Me rastin e publikimit të raportit për Kosovën 2016 nga Komisioni Evropian, nënkryetaria e Parlamentit Evropian dhe raportuesja për Kosovën Ulrike Lunacek viziton Kosovën. Ftohen mediat që ta përcjellin konferencën e saj për shtyp që do të mbahet të njëjtën më 10 nëntor 2016 në ora 16:15 në qendrën informative dhe kulturore të BE-s në Prishtinë, thuhet në njoftimin për mediat të zyrës së BE-s. Si pasojë e shirave të rrëmbyeshëm dhe të pandërprer, lumi Mirush ka dalë nga shtrati duke shkaktuar kështu përmbytje në disa pjesë të Malishevës. Po ashtu edhe në vendbanime të tjera, situata është e ngjajshme, për pasojë të gjitha shkollat në Malishev sot janë mbyllur. Shirat të rrëmbyeshme të pandërprer kanë bërë që disa pjesë në Malishev të përmbysen. Një vetur mezi kalon ndërsa një tjetër ka mbetur e bllokuar në rrugën Skënderbeu si shkak i daljes së lumit Mirusha nga shtrati. Muhamet Mazreku, banor i kësaj ane, tha se kjo situatë çdo vit po përsëritet duke u sjellë dëme materiale. Kam pasur në disa materiale mrena kështu të mobileve, domethënë, të mia që i kam pas aty dhe i ka prishën. Për t'ju dalë në ndihmë qytetarëve në këto pjesë janë ekipet emergjente, si njësia e zjarfikësve shpëtimit dhe policia e Kosovës, por nuk munguan as zyrtar komunal. Sejdi Paqarizi, drejtor për siguri dhe emergjenca në komunën e Malishevës, tregoi se dalja nga shtrati i lumit Mirusha ka përmbytur disa toka bujqësore dhe infrastrukturën rrugore. Pikat që kemi identifikuar më kritike është nga fshati Bellenic, fshati Banjë, qyteza Malishevës, pastaj është fshati Mirush, Lybisht, deri në fshatin Bubël, e cila është gjendje jashtëzakonisht kritike, por është fatmirësisht e menaxhueshme. Una Malishev nuk ka kapacitete për rregullimin e këtij shtrati sepse është një gjatësi jashtëzakonisht e madhe edhe ka kostën bukur të madhe, do thotë që është e papërballueshme për kuvendin komunal. Lumi Mirusha kishte përmbysur edhe një pjesë në qendër të qytetit. Qytetarët e Malishevës çdo të njëjtë kanë shfrytzuar këtë pjesë prapa meje për si një treg, por ata nesër nuk do të mund ta shfrytëzojnë si shkak që kjo pjesë është vërshuar si pasojë e daljes së shtratit të lumit Mirusha. Edhe fshati Mirush nuk kaloi më mirë. Fatmir Thaçi tha se ata i marrui sa herë që bie shi. Si pasojë Thaçi tha se ka pasur shumë dëme materiale. Pullet se mi ka mytë, vjegjina për ty, në edhe më dhimësën, edhe tani shumë dome materiale, masineri, nëzejme qendrore më ka prish komplet, edhe herë në kalu me ashtu, do me thonë para 5-6 muajve, zdërmer kush. Si pasojë e këtyre përmbytjeve të gjitha shkollat në këto komunë sot janë mbyllur, ndërkohë derisa gjendja është rënduar, qytetarëve është bërthiret mos lëvizjen pa nevojë. Keci ka njoftuar se është vështirësuar furnizimi me energji elektrike. Kjo ka ndodhur si rezultati i devijimit nga prodhimi.
Në funksion janë vetëm 2 bloqe nga 5 sa mund të prodhojnë, një i termocentralit Kosova B dhe një i termocentralit Kosova A. Këto nuk mjaftojnë për furnizim stabil me energji elektrike. Për më tepër ka gjasa që edhe bloku i termocentralit Kosova A, që është në prodhim përkatësisht A3, të ndalet edhe ai për shkak të problemeve eksterne në termocentral. Por KEK ka siguruar 120 MWh shtesë nga kesh që do t'jenë në dispozicion nga ora 12, thuhet në një njoftim nga KEC. Aktualisht, KEC është duke importuar mbi 200 MWh energji elektrike, por kjo sasi nuk mjafton. Ekipet e KEC-it ka nisur me njëherë negociatat për import shtesë, por në bazë të rregullave ndërkombëtare nevojitën së paku 4 orë derisa të fillojë diferimi i energjisë nga importi. KEC kërkon mirëkuptimin e konsumatorëve për këtë situatë të krijuar edhe pse ka ardhur nga jo stabiliteti në prodhim që nuk është nën kompetencë të tij. Qeveria e Kosovës ka ndarë 100.000 euro më pak për zgjedhjet që do mbahen në komunën e Drenasit. Në mbledhjen e qeverisë është kërkuar edhe implementimi i ploti i MSA-s për të cilën kryeministri Isa Mustafa tha se ndikon në rrugën drejt antarësimit në BE. Qeveria e Kosovës gjatë mbledhjes së mbajtur ka shqyrtuar agjendën për reforma evropiane, ku është kërkuar implementimi i plot nga MSA-ja dhe kriteret që duhet të zbatohen nga Kosova në vijen e reformave të kërkuara nga Bashkimi Evropian. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa tha se agjenda e reformës evropiane ka rëndësi të madhe për Kosovën. Sipas tij, zbatimi i MSA-s është një parapri për antarësimin e Kosovës në BE. Fjala për një dokument tepër të rëndësishëm për ne, i cili tani orienton në punën tonë, edhe sa i përket anës ekonomike dhe politike të implementimit marrëveshjes për stabilizim asociim, por edhe të krijimit hapësirës në të ardhmen për integrimin në Bashkimin Evropian, një marrëveshje e cila në vërtet një agjendë e cila kërkon një sinergji të gjitha institucioneve të Republikës Kosovës. Zëvendës kryeministri Hajredin Kuqi ka folur më gjërësisht rreth kritereve për implementimin e MSA-s, ku sipas tij janë 3 fusha kryesore të cilat do të koordinohen dhe kanë për fokus këtë marrëveshje. Marrëveshja do të shërbejë si dokument formal për zhvillimin e dialogut të nivelit të lartë politik mes Republikës së Kosovës dhe BE-s dhe do të shtyjë përpara zbatimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit në reforma të tjera fundamentale të tjera që kanë bërë me adherimin e Kosovës në kuadër të BE-s. Qeveria e Kosovës ka aprovuar edhe kërkesën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për ndarjen e mjeteve buxhetore për mbulimin e shpenzimeve për zgjedhjet e jashtëzakonshme që do të mbahen më 4 dhjetor në Drenas. Shuma e mjeteve të ndara për këto zgjedhje është 221.500 euro, edhe pse me kërkesë të KQZ-s ishin kërkuar 338.000 euro të parapara edhe për balotazh nëse është e nevojshme. Ministri i Financave Abdullah Hoti arsyetoi këtë vendim duke besuar se këto mjete do të mjaftojnë për mbulimin e shpenzimeve për zgjedhjet në Drenas. Mjetet financiare të ndahen nga shpenzimet e paparashikuara me kod 13.100 dhe transferohen në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në nën programin sekretariate me kod 14.100, shuma prej 12.544 euro për paga dhe meditje, dhe nën programin zgjedhjet me kod 14.200, shuma prej 209.000 euro në kategorinë ekonomike mallra dhe shërbime. Qeveria miratoi edhe një varg propozim vendimesh për shpronësime, të cilat i ka arsyetuar zëvendës Ministri i Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor Ferhat Shala. Komisioni për Buxhet dhe Financa i Kuvendit ka shtyrë për mbledhjen e ardhshme diskutimin e projekt buxhetit për vitin 2017. Gjatë mbledhjes së sotme, komisioni ka proceduar edhe projekt ligjin për plotësim ndryshimin e ligjit për faljen e borxheve. Komisioni për Buxhet dhe Financa i Kuvendit të Kosovës ka shtyrë për mbledhjen e ardhshme diskutimin e projekt ligjit për vitin 2017. Shtyrja është kërkuar nga kryesuesi i komisionit Naser Osmani me arsyetimin se projekt buxheti ka ardhur tek sot në mbledhje dhe se u duhet kohë që të shohin për mbajtjen e tij. Unë kam kërkuar prej ministrit që të bie në formën e lidhur çush i kam prue për çdo herë dhe para 15 minutave ka ardhur versioni i shtypur për komisionin në mënyrën e rregullt, me qenë se deputetët nuk keni pas mundësi me pa mirë, unë propozoj që shtyhet për javën tjetër.
Komisioni ka proceduar edhe projekt ligjin për plotësim ndryshimin e ligjit për faljen e borxheve, me të cilin edhe ndërmarrjeve publike i u falen borxhet, që nuk ishte paraparë me ligjin paraprak. Përveç kësaj, në ndryshimin parashihet edhe shtyrja e afatit për aplikimin për faljen e borxheve deri në shtator të vitit 2017. Që ky grup ka punu për vitin 2017, jo për këtë 3 mujor. Kjo që është shkruar, unë jam dakord, kjo që kemi diskutuar, veç mos ketë konfuzion mes komisionit edhe kryesisë, sepse ata kishin kuptuar ndryshe, paktën disa prej anëtarëve të kryesisë. Në mbledhjen e sotme të këtij komisioni, me vetëm një abstenim është proceduar tutje edhe projekt ligji për obiliqin. Ndryshe, buxheti i vitit 2017 është kundërshtuar nga ministra të PDK-s. Sipas zyrtarëve të PDK-s, buxheti është politik dhe LDK i ka destinuar mjetet në drejtim të komunave dhe agjencioneve që udhëhiqen nga ky subjekt politik. Donald Trump ka triumfuar në zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai do të udhëheqë Shtëpinë e Bardhë në 4 vjetët e ardhshëm. Trump premton të jetë presidenti të gjithë amerikanëve. Kandidati republikan Donald Trump është zgjedhur presidenti 45 të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai do të udhëheqë Shtëpinë e Bardhë në 4 vjetët e ardhshme. Trump ka fituar 276 vota elektorale, duke mposhtur rivalen demokrate Hillary Clinton. Me një fushat të përshkruar herher edhe me ofendime personale, ai jo vetëm që ja doli të mobilizoj zgjedhësit e dëshpëruar, por pikërisht me këtë strategji i fitoi zgjedhjet. Presidenti i ri amerikan Donald Trump është shprehur i emocionuar para masës me njëherë pas rezultateve, të cilat nxorën atë si president. Sa po mora telefonatën nga Hillary, ajo na uroi fitoren. Unë uroj atë dhe familjen për kampanjen perfekte që ka bërë. Është koha për ne që të bashkohemi si një popull i vetëm. Unë do t'jem presidenti të gjithë Amerikanëve, do të punojmë që të realizojmë ëndrrën amerikane, do t'i mbështes projektet e secilit popull në botë. Çdo Amerikan do të ketë mundësinë ta realizojë ëndrrën e tij. Fitoria e thellë e Donald Trump si president i Shteteve të Bashkuara ka zemruar një pjesë të mirë të popullsisë amerikane. Mediat lokale raportojnë se numri i konsiderueshëm simpatizantësh të Hillary Clinton kanë dalë në rrugë dhe kanë protestuar kundër të zgjedhurit si president. Kujtojmë se në Kaliforni Clinton fitoi me gati 2% e votave kundër tashmë presidentit të shtetit Trump. E në Kosovë qytetarët thonë se pavarësisht zgjedhjes së Trumpit, qëndrimet e SBA-s ndaj Kosovës nuk do të ndryshojnë. Zgjedhjen e presidentit Trump ka qenë besoj që një zgjedhje ferm, kurse ndihma e Shtetit të Bashkuara të Amerikës për neve kosovarë ose për një shqiptarë në përgjithësi do të jetë e vazhdueshme në kontinuitet, që ka qenë. Mendoj që politika amerikane është politikë zyrtare, nuk varet vetëm për një presidentit, pse kush vjen apo kush shkon, mirë, po ajo është qendrim zyrtar. Nuk ndryshon. Nuk do më thonë kur gjë. Ajo veç një figurë. Dikush tjetër këti i udhëheq ato gjëna. Trump gjatë fushatës elektorale ka premtuar se do ta bëjë Amerikën të madhe përsëri me krijimin e shumë vendeve të punës dhe me uljen e taksave. Trump është zotuar se do të ngrejë mur në kufirin SBA-Meksik dhe se do të kufizojë hyrjen e myslimanëve në SBA. Ai vazhdimisht e ka lavdëruar presidentin rus Vladimir Putin, duke e cilësuar si lider të madh. Vlera neto e pasurisë së Trumpit llogaritet midis 3 miliard dhe 3.7 miliard dollar. Donald Trump do të udhëheqë Shtëpinë e Bardhë në 4 vjetët e ardhshme. Trump do të marrë zyrtarisht detyrën nga presidenti aktual Barack Obama në ceremoninë që do të mbahet më 20 janar 2017. Lideri i republikanëve Donald Trump ka marrë telegrame urimi nga lider të institucioneve nga e mbar bota. Edhe lidershipi kosovar ka uruar presidentin e ri amerikan. Shtetet e Bashkuara të Amerikës tashmë kanë presidentin e tyre të ri. Është ky Donald Trump, i cili u zgjodh presidenti 45 i SBA-s pas një gare të fortë që kishte me Hillary Clinton. Zgjedhjen e tij për president e kanë uruar përfaqësues institucionesh nga e mbar bota. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka shkruar në profilin e tij në Facebook se në emër të popullit dhe institucioneve të Kosovës i uron presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump fitore në zgjedhjet presidenciale.
Për kryetarin e Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, SBA-t janë aleat më të rëndësishëm të Kosovës. I pari i legjislativit ka shkruar se është i sigurt që marrëdhënie dypalqe do të forcohen gjithnjë e më shumë. Zgjedhjen e Trump për president e ka uruar edhe lideri i AK-s Ramush Haradinaj. Sipas tij, SBA-t do të vazhdojnë të jenë partner strategjik i Kosovës dhe i Ballkanit në rrugtimin drejt demokracisë perëndimore. Historikisht për ne Amerika është vendi dhe populli që vetëm pozitivitet ka ditur të na sjellë në çdo kohë, ka shkruar kryetari i nismas për Kosovën Fatmir Limaj në urimin e tij për presidentin Trump. Unë besoj që edhe shqiptarët pavarësisht fituesit do të qëndrojnë brapa vullnetit të popullit amerikan, ka shkruar kryetari i Aleancës Kosova e Re Bexhet Pacolli. BE-ja dhe SBA-ja do të vazhdojnë të punojnë bashkë, shkroi në Twitter përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini, në reagimin e saj të parë të rezultateve nga zgjedhjet presidenciale amerikane. Kryetari i Parlamentit Evropian Martin Schulz sot deklaroi se BE-ja do ta ketë më të vështirë me Donald Trump, i cili sot në mëngjes u zgjodh për president të ri të SBA-s. Leadershipi i Washingtonit është më i rëndësishëm se kurrë, theksoi sot sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg, pas fitores së Donald Trump në zgjedhjet presidenciale amerikane, duke shtuar se një aleancë e fortë është mirë për SBA-n dhe për Evropën. Telegram urimi për presidentin Trump ka dërguar edhe udhëheqësi rus Vladimir Putin. Ai ka thënë se shpreson që do të punojnë së bashku për largimin e gjendjes në krizë nga lidhja Rusi-Amerikë. Kandidatja demokrate Hillary Clinton nuk i ka fituar votat e mjaftueshme për të bërë presidentja e parë femër në SBA. Ajo ka qenë e preferuara shumicës së kosovarëve. Bile këtë e ka ndëshmuar dhe në një votim të improvizuar në natën e zgjedhjeve. Aty ajo ka dalë fituese. Hillary Clinton ishte e preferuara e kosovarëve për të fituar zgjedhjet në SBA dhe jo vetëm e qytetarëve, por edhe e liderëve dhe disa krerëve institucional. Në pritjen solimne të organizuar nga Ambasada e Amerikës në Kosovë, Hillary Clinton fitoi në votimin e improvizuar me 130 vota, ndërkaq Donald Trump mori vetëm 25 të tilla. Mysafirët e eventit, e që ishin pothuajse të gjithë bartës të pozitave, i dhanë përkraje Hillaryt duke cilësuar atë si një mike të kahmoshme të Kosovës, ani pse nuk ishin antipati as për Trumpin. Kryetari i AKR-s Bexhet Pacolli ka deklaruar se përkra Hillaryn, por kushdo që fiton, kjo s'do të ndikojë në raportet Kosovë-Amerikë. Unë kam favoritin tim, sigurisht, unë do doja shumë që zonja Clinton fitoj sonte dhe besoj se ne do të kemi një për herë parë Shtetet e Bashkuara të Amerikës një zonjë presidente Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe kundërta mendoj është krejtësisht për Kosovën e mirëthartën. Për krahjen për Clintonin e ka shprehur edhe ministri i bujqësisë Memli Krasniqi. Ai ka thënë se lidhja kosovarëve me familjen Clinton është e kahmoshme dhe se fitoria e saj padyshim do ta gëzonte popullin shqiptar. Pritjet e mia janë që do të jetë një gore e ngushtë, gjitha hulumtimet cilat i kam përcjell dhe besoj gjithë të interesuarit i kam përcjell me javë të tëra kanë treguar për një lëvizje herë më afër, herë më larg, për që tashmë është bajagi e përafruar për sa i përket votës popullore, por unë pres që zonja Clinton të fitoj këto zgjedhje dhe që të kthehet në shtëpinë e bardhë, por tashmë jo si zoja e parë, por si lidere e botës së lirë, si presidente e Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Ish presidentja e vendit, Atifete Jahjaga, ka thënë se mëzje pret fitoren e Clintonit, pasi i gjithë populli ka falënderim të pakusht për të dhe familjen e saj. Familja Clinton ka bërë në mënyrë të vazhdueshme dhe çfarë ka bërë për qytetarët e Republikës së Kosovës, për popullin e Kosovës, në të cilën periudhë në të cilën neve kemi kaluar si shtet. E ambasadori amerikan në Kosovë, Greg Delavi, i cili edhe ka shpallur rezultatin e votimit në Kosovë, ka thënë se kushdo që fiton, përkrahja e Amerikës për Kosovën do të jetë e vazhdueshme. There were 162 Në votim kanë marrë pjesë gjithsej 163 persona, 8 janë për të tjerë, 25 janë për Donald Trump dhe 130 janë për Hillary Clinton. Bindjet e shumicës së kosovarëve nuk kanë dalë të sakta. Zgjedhjet në Amerikë janë fituar nga republikani Donald Trump.
Telekomi i Kosovës ka promovuar një platformë me anë të së cilës do të ofrojë informata për buqit dhe prodhuesit për tregun bujqësor, përfshirë informacione për grante e donacione të ndryshme. Promovimin e këtij produkti e ka bërë drejtori menaxhuesi i Telekomit të Kosovës, Agron Mustafa, me shoqatën e fermerëve të Kosovës në ambientet e fermës dhe qumshtorës Eurolona në Miradit të epërme. Telekomi i Kosovës së fundmi vjen me një produkt tjetër të jashtëzakonshëm. Ky produkt është një platformë e cila do të ofrojë informata për bujqit dhe prodhuesit për tregun bujqësor, përfshirë informacione për grante e donacione. Ky aplikacion në 6 muajt e parë do të jetë falas dhe do shtrihet edhe në Shqipëri e Maqedoni. Drejtori menaxhuesi i Telekomit të Kosovës, Agron Mustafa, tha se ky lloj aplikacioni apo bursë elektronike paraqet revolucion për Telekomin e Kosovës. I thom revolucion sepse prap kemi të bëjmë me komunikim, kemi të bëjmë me qasje më të lehtë të informatave në mes të gjithë këtyre akterëve që dita ditës apo në këto vitet e fundit, përveç që kemi pas vërejt një zhvillim shumë i madh dhe përkraje e madhe e organeve të vendit tonë në stimulimin e sektorit të bujqësisë, me këta po besoj që do të është edhe një ndihmes jashtëzakonisht e madhe, apo ajo pjesa të cilën nashta deri më sot i ka munguar edhe e cila për mendimin tim do ta revolucionarizon të gjithë komunikimin në mes të këtij sektorit me informata të shumta të cilat do të qarkullojnë brenda për brenda me tendenca të zhvillimit të këtij aplikacioni edhe në vendet në regjion. Sipas tij, ky produkt paraqet revolucion të njëjtë me atë që ndodhi me telekomunikimin mes Kosovës dhe Shqipërisë, i cili nga 80 cent për minutë ka rënë në 10 cent. Gjithashtu një javë në Shqipëri mund kalot më pak se 5 euro duke përdorur internetin e shpejtë të pakos ALB, ndërkohë që numri nuk ka nevojë të ndërrohet. Sipas Milazim Berishës, pronari i fermës dhe qumshtorës Eurolona, theksoi se ky aplikacion ndihmon jo vetëm qumshtarët, por të gjithë fermerët. Një mundësi më shumë për gjithë fermerët që të kenë një komunikim sa më të mirë mes vetë, për shembull, si për promovimin e produkteve që ata do t'i shesin të ardhmen ose do t'i blejnë, po ashtu edhe për një mundësi më shumë që do ta kenë edhe në rast të informimit, për shembull për inputet të ndryshme bujqësore që aty ne ju duhen. Kjo platformë, e cila është një inovacion jo vetëm për tregun e Kosovës, do të jetë një kontribues i pamohueshëm në zhvillimin e më tutjetshëm të agrobiznesit, zhvillim ky që do të manifestohet me zhvillimin ekonomik të vendit. Arritja me lehtësi dhe në kohë reale të qasja dhe shkëmbimi informacioneve është njëra ndër sfidat më të mëdha të kohës në të bërit biznes, ndërsa përmes platformës Bujku do të eliminohen të gjitha vështirësitë e qasjes në informacione dhe komunikim të shpejtë në gjithë sektorin bujqësor dhe jo vetëm. Në vazhdim ndjekim lajmet ndërkombëtare të përfshira në blog. Një punonjës i konsulatës ruse në New York u gjeti vdekur të martën me plag në kokë, ndërkohë që policia po provon ende që të përcaktoj shkaqet e vërteta të vdekjes së tij. Punonjësi që ishte përgjegjës për sigurinë e instalimit u gjet pa vetëdije para orës 7 të mëngjesit, sipas kohës lokale, brenda konsulatës në Upper East Side, në afërsi të parkut qendror, tha një zëdhënës i departamentit të policisë së New Yorkut. Ai nuk u identifikua, por u bë ditur se ishte 63 vjeç. Nikola Lakonin, një zëdhënës i ambasadës ruse në Washington, tha se shenjat e para janë se punonjësi vdiq nga ataku në zemër. Konsulata e New Yorkut tha në Facebook se nuk janë gjetur shenja të vdekjes së dhunshme. Policia dhe zyrtarët e ambasadës po presin rezultatet e autopsisë mjekësore për të përcaktuar shkaqet e vdekjes. Një mik i afërt i presidentit rus Vladimir Putin u gjeti vdekur në një hotel në Washington vitin e kaluar, duke shkaktuar teori të egra rreth rrethanave të errëta të vdekjes së tij. Por prokurorët thanë muajin e kaluar se vdekja e papritur e tij ishte një aksident që ndodhi pas disa ditë në gjendje të dehur dhe rrëzimit të vazhdueshëm. Pakistani ka deportuar një grua afgane, fotografia e së cilës në ballinën e revistës National Geographic u shndrua në simbol të Afganistanit gjatë luftës së viteve 1980. Sharbat Gula, e njohur si vajza afgane Sy Gjelbert, u deportua në vendkalimin kufitar në Tokham nga zyrtar pakistanez dhe ju dorëzua autoriteteve afgane më 8 nëntor. Ajo u arrestua në Peshawar për qëndrim në Pakistan së bashku me 4 fëmijët e saj me dokumente false. Një video xhirim ku dyshohet të shfaqej Gula u transmetua nga TVG-u i Pakistanit në natën e 8 nëntorit, duke shfaqur një grua të veshur në stilin e burkas në një makinë me diplomatët pakistanez që drejtojnë nga kufiri. Zyrtarët afgan thanë më herët se Gula do të transferohej me helikopter nga Tokham në Kabul,
ku presidenti afgan Ashraf Ghani planifikon që të organizojë një pritje për nder të saj. Zyra e Ghanit njoftoi se është rregulluar përjetesën një shtëpi në Kabul për Gulan dhe fëmijët e saj. Kemi arritur në fund të këtij edicioni informativ, por përpara se të ndahemi, ju njoftojmë se duke filluar nga ora 20:45 minuta në kuadër të emisionit Republika me Derda Ngashin, e ftuar është deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, zonja Besa Gaxheri. Ndërkohë, për më shumë informacione, vizitojeni webfaqen gazetatribuna.com. Ju faleminderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim.